Ec në këtë ditë me syt hapur dhe mbaje shikimin drejt meje. Ndërsa ti ec lirshëm me besim, unë do të hap udhën. Ndonjëherë duket sikur rruga para teje është e bllokuar. Nëse përqendrohesh tek pengesa apo kërkon një rrugë sa për ta shmangur, mund të ndodhë që të dalësh nga rruga. Përkundërsi, përqendrohu tek unë, bariu që të drejton në rrugën e jetës. Para se të gabosh, pengesa do të jetë e kaluar tashmë dhe do të pyesësh veten se si e kalove atë. Ky është çelësi i suksesit në mbretërinë time. Edhe pse je i vetëdijshëm për botën e dukshme që të rrethon, pikë së pari je i vetëdijshëm për praninë time. Nëse rruga para teje duket e rrezikshme, mund të kesh besim që unë do të ndihmoj të kalosh këtë pjesë të ashpër. Prania ime të aftëson të shikosh çdo ditë me siguri.